Përshëndetje miqtë, jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer edhe një herë në kanalin tim. Unë jam Inga Naneli, por ju jeni për herë të parë këtu. Sot do flasim pikërisht për numrin 15 duke përshëndetur Florën, e cila është një ndër ndjekësit e mia më të rregullta. Të falenderoj Flora që je një shpirt kaq i bukur. Dhe sot do të flasim pikërisht për numrin që ti ke përzgjedhur. Shpresoj të të pëlqejë teknika e manifestimit, sepse unë e lexova dhe është e mrekullueshme. Por më lejoni të flas për këtë menjëherë sapo unë të flas pikërisht për kuptimin e numrit 15. Është një numër që simbolizon pikërisht dualitetin e natyrës tonë njerëzore, atë mes instiktit njerëzor dhe atë të një ndërgjegje hyjnore, pra atë që ne besojmë se ekziston mbi ne, por ndërkohë ka shumë raste, pavarësisht se shumë njerëz duan për shembull të largohen diçkaje duke thënë kështu ishte shkruar, ka shumë të tjerë të cilët thonë po unë kështu jam edhe nuk ndryshoj dot. Pikërisht janë mënyra se si ne tregojmë edhe njerëzor, por edhe duam që t'i besojmë pikërisht hyjnores, duke thënë kështu është shkruar sepse është diçka tjetër që i ka gjërat në dorë dhe nuk e kemi tërësisht ne në dorë këtë gjë. Është një numër vërtet shumë interesant sepse simbolizon edhe ndryshimin, por edhe rritjen, edhe nisjen e diçkaje të re. Pra është njëshi që simbolizon nisjen e diçkaje dhe pesa që simbolizon ndryshimin. Dhe është vërtet një numër shumë interesant sepse ndonjëherë ti mundesh të kesh eksaktësisht në këtë mënyrë, njësh edhe 5. Pra, të kesh nisjen e diçkaje të mrekullueshme, por ndërkohë ti ke edhe ndryshimin. Në këtë radhë ndoshta mund të nisësh gjërat dhe ato të jenë krejtësisht ndryshe nga gjitha herë se si ti mund të kesh vepruar, duke e bërë gjithë eksperiencën një mrekullit më vete, sepse edhe nëse më përpara ti mund të kesh nisur diçka dhe ke vepruar në një mënyrë të caktuar, nëse nuk ka ecur ashtu siç ti do, pra mund të ketë sjellë edhe dështimin e një plani, nëse mund ta quaj në thonjza. Në këtë moment kur ti sheh 15-ën, veçanërisht kur ti e sheh si shenjë të dhënë nga universi, ti mundesh ta kuptosh që ti përveç se je duke nisur diçka të re, je duke nisur ndoshta me mundësinë e jashtëzakonshme për t'i bërë gjërat ndryshe. Dhe ndonjëherë thjesht kaq mjafton ti bësh gjërat ndryshe dhe ti mundesh vërtet të ecësh përpara. Numri 15 është si të përmirësoni marrëdhëniet tuaja. Kjo ndonjëherë mund të jetë gjëja që kërkojmë më shumë nga çdo gjë tjetër dhe pikërisht në prag të festave, duke qenë se dhjetori tashmë ka nisur, një pjesë e mirë mund të fillojnë të mendojnë për të blerë dhurata, një pjesë e mirë mund të fillojnë të mendojnë për të rregulluar ndoshta një marrëdhënie që mund të ketë qenë prishur ose e shkatruar gjatë vitit ose shumë vite më parë, edhe krejt papritur ndoshta këtë dhjetor mund të bëhen pak më emocional dhe duan t'i rregullojnë gjërat. Pikërisht kjo është videoja për ju. Në qoftë se marrëdhënia juaj është në krizë ose sapo jeni ndarë me partnerin tuaj, por edhe nëse jeni shpirtërisht të lënduar nga dikush që ju ka zhgënjyer, ju mund ta ndryshoni gjendjen me anë të mirënjohjes. Sa e mrekullueshme është kjo mirënjohja, rregullon çdo gjë. Mirënjohja mund të përmirësojë çdo marrëdhënie të vështirë. Ajo mund t'i përmirësojë si me magji çdo lloj marrëdhënie, qoftë ajo ndërmjet dy bashkëshortëve, ndërmjet një motre e një vllai, ndërmjet një fëmije dhe një prindi, ndërmjet dy kolegëve në punë, ndërmjet një vajze apo një djali me prindrit e bashkëshortit ose bashkëshortes, midis dy miqve ose edhe midis dy fëmijëve, pse jo? Kur marrëdhënia jote me dikë prishet apo vështirësohet ose kur na duhet përballemi me një situatë ndërlikuar brenda një marrëdhënie, pothuajse në të gjitha rastet ne nuk tregojmë as shenjën më të vogël të mirënjohjes për personin tjetër, sepse gjithë kohën e kalojmë duke u ankuar e duke ja vënë fajin palës tjetër për problemet që kemi me të. Sepse gjithmonë është më lehtë që ti të kërkosh dhe të gjesh fajtorin tek tjetri, sepse ti thua ty asnjëherë nuk të kuptojnë për gjërat që ti po kalon dhe ne nuk marrim kohë asnjëherë për t'i kuptuar të tjerët. Ose ka disa që me vërtet mund të kenë marrë kohë për t'i kuptuar të tjerët dhe thjesht thon, ok, tani është radha ime, tani duhet dikush të më mirë kuptoj mua. Dhe harrojmë thjesht të harrojmë pikërisht këtë gjën e vogël, mirënjohjen, harrojmë të jemi mirënjohës për ta.
Ndoshta në një moment të caktuar këta persona mund të kenë qenë pranë nesh, prandaj duhet jemi pak mirënjohës. Ankesa dhe vënia e fajit të tjerëve nuk do ta përmirësoj kurrë marrëdhënien, por edhe jetën nuk do t'ju a bëj më të lehtë. Përkundrazi, sa më shumë të ankoheni, sa më shumë të vini fajin palës tjetër, aq më shumë do të përkeqësohet marrëdhënia juaj dhe rrjedhimisht edhe jeta juaj, duke shpresuar që jo gjithmonë këto shkatërrime marrëdhëniesh të jenë shumë të ndikueshme në jetën tuaj. Sigurisht, shpresoj që të mërziteni vetëm nga njerëz që në fund të ditës nuk kanë asnjë ndikim në gjendjen tuaj emocionale. Pavarësisht nëse është një marrëdhënie aktuale ose një marrëdhënie së kaluarës, nëse vazhdoni të përjetoni ndjenja të hidhura ndaj personit tjetër, e vetmja gjë që do të mundet t'i zhduk ato është që të ushtroni mirënjohjen. Pse është e nevojshme një gjë e tillë? Po, të mos heqësh dorë nga urrejtja është njësoj sikur të mbash një thëngjell të ndezur me qëllimin që t'ja hedhësh dikujt tjetër, kur në fakt jeni ju, ai që digjeni. Thot Gautama Buddha. 563 para erës së re, 483 para erës së re, themelues i budizmit. Ndjenja e urrejtjes për dikë shkatëron jetën tuaj, kurse mirënjohja do t'ua zhduk ato. Pikërisht do t'ju zhduk ndjenjën e urrejtjes, gjë që është një ndër gjërat më të shëmtuara që njerëzit mund të përjetojnë. Thjesht ideja që për një moment të ditës suaj, për të mos thënë për të gjithë jetën, po sikur në një moment të caktuar të ditës tuaj ju keni qenë të mbushur me urrejtje, është mjaftueshëm e shëmtuar dhe e keqe. Kështu që zhdukani këtë sa më shpejt jetë e mundur. Për shembull, nëse keni një ish-partner me të cilin ju lidhin fëmijët dhe marrëdhënia me të nuk e keni të mirë, hidhni syt te fëmijët tuaj dhe mendoni: a do t'i kishit ata po të mos ishit lidhur me ish-partnerin tuaj? A nuk janë këta fëmijë pasuria më e madhe, më e pazëvendësueshme në jetën tuaj? Hidheni vështrimin në fytyrat e fëmijëve tuaj dhe falenderojeni ish-partnerin tuaj çdo ditë, duke u sjellë në mënyrë paqësore, duke sjellë harmoni në marrëdhënien ndërmjet jush. Me shembullin tuaj do t'i pajisni fëmijët me një mjet të mrekullueshëm që quhet mirënjohje. Nëse po vuani shpirtërisht, nga që sapo jeni ndarë me të dashurin, ju përsëri do të përdorni mirënjohjen për ta shndërruar vuajtjen tuaj në diçka krejt tjetër. Mirënjohja e shkatëron si me magji vuajtjen emocionale dhe është mjeti më efikas e më i shpejt për t'ju shëruar shpirtërisht e për t'u bërë të ndiheni përsëri të lumtur. Historia e prindërve të mi është një shembull i përkryer për këtë drejtim. Nëna dhe babai im, thot Rhonda Byrne, ranë në dashuri me njëri tjetrin pothuajse që me vështrim të parë, që në çastin kur u njohën, ata ishin shumë të lumtur, pafundësisht mirënjohës që rrugët e tyre u kryqëzuan. Martesa e tyre ishte më e bukur që un kam parë ndonjëherë. Kur i mat vdiq, kuptoi që nënën time ka ploj një pikëllim i patreguar. Pas shumë muajsh vuajtje shpirtërore, ajo filloi të përdorte forcën magjike të mirënjohjes dhe pavarësisht një pikëllimi të thellë, ajo filloi të kërkonte për të gjetur në jetën e saj gjëra për të cilat duhet të ishte mirënjohëse. E filloi nga e kaluara, duke sjellë ndërmend kohë dhe ngjarjet e mrekullueshme që kishte përjetuar me Timat për dekada të tëra. Filloi të hidhte syt nga ardhmja për të gjetur edhe atje gjëra për të cilat duhet të ishte mirënjohëse. Kështu ndodhi që ju kujtuan disa gjëra që gjithmonë kishte ëndrruar t'i realizonte, por nuk kishte pasur kohë t'i bënte kur i mat jetonte. Kur hodhi përpara këtë hap të dytë të guximshëm, ashtu si me magji, përpara saj u shfaqi mori mundësish. Jeta e saj u pasurua dhe filloi të ndjej përsëri e lumtur. Forca magjike e mirënjohjes bëri që përpara nënës sime të shfaqej një jetë e re. Për të praktikuar ushtrimin magjik, ju duhet të gjeni atë thëngjill të nxehtë që po ju abren shpirtin, në mënyrë që pastaj me anë të mirënjohjes ta ktheni në flori. Zgjidhni pikërisht një marrëdhënie të vështirë, një marrëdhënie problematike, ose një marrëdhënie që është prishur dhe që ju dëshironi që ta rregulloni. Nuk ka rëndësi nëse personi tjetër është aktualisht pjesë e jetës suaj apo nëse marrëdhënia me të është prishur prej shumë kohë më parë dhe tashmë ai ose ajo nuk është më pjesë përbërëse e jetës suaj. Nuk ka rëndësi pra se sa afër apo larg e keni këtë person. Nëse dëshironi ta rregulloni, ju mund ta bëni këtë gjë pikërisht tani.
Uluni dhe shkruani një listë me 10 gjëra për të cilat I jeni mirënjohës atij personi. Kujtoni historitë e kaluara të asaj marrëdhënie që doni të përmirësoni. Bëni një listë me gjërat pozitive që kishte ai njeri dhe me ato të mira që ju përfituat prej tij. Mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është të kujtoni se si ishte kjo marrëdhënie përpara se të përkeqësoj e pastaj të prishej përfundimisht. Nëse marrëdhënia juaj nuk ka qenë asnjëherë e mirë, atëherë mund të bëni diçka tjetër. Vrisni mendjen që të gjeni disa nga virtytet e atij personi, sepse me siguri ka pasur disa të tilla. Ky ushtrim magjik nuk ka të bëjë me faktin se kush ishte fajtori. Pavarësisht se ju mendoni se dikush ka bërë padrejtësi ndaj jush, apo pavarësisht se dikush tha diçka të keqe për ju, ose nuk bëri ato që ju prisnit prej tij. Jeni ju ai që mund ta përmirësoni këtë marrëdhënie në mënyrë magjike dhe ju nuk keni nevojë për atë person që ta bëni një gjë të tillë. Çdo marrëdhënie që ka diçka të vyer, madje edhe ato më të mirat, që t'i pasuroni të gjitha marrëdhëniet e të gjithë jetën tuaj në përgjithësi, ju duhet të gërmoni për të gjetur pikërisht ta gur të çmuar në secilën prej marrëdhënieve. Sapo të gjeni njërin prej tyre, shkruajini në fletoren tuaj, drejtojuni personit me emër dhe shprehjani mirënjohjen. Nuk ka rëndësi nëse personi është aty, nuk ka rëndësi nëse ju thjesht po I drejtoheni një fotoje ose pikërisht këtij personi si ashtu siç ekziston në kujtimet tuaja. Shkruani emrin dhe I drejtojeni pikërisht me emër dhe thoni unë jam mirënjohëse për edhe pikërisht këtë virtytin që ky person e gëzon sipas mendimit tuaj. Edhe mund të shkruani për shembull në këtë rast ne do të marrim emrin Pol, sepse këtë emër Pol ka zgjedhur Rhonda Byrne për të shkruar në librin e saj. Kështu që unë do t'i lexoj, janë 10 raste kur Rhonda Byrne I drejtohet Polit dhe I thot për çfarë është mirënjohëse. Ndoshta Poli nuk ekziston. Ndoshta Poli është dikush që vërtet ajo I është drejtuar për të rregulluar marrëdhëniet e saj. Por ju sigurisht do keni Polin tuaj, po e quaj kështu. Edhe pikërisht mund t'i drejtojeni këtij personit tuaj me pikërisht secilën nga këto. Ose me virtytet që këta njerëz gëzojnë, ose duke u treguar mirënjohëse për ngjarjet që keni kaluar më përpara me të. Por unë të jam mirënjohëse për kohën që kaluam bashkë, edhe pse martesa jonë mori fund, unë mësova mjaft prej saj. Prandaj jam sot më e pjekur. Ato që mësova nga bashkëjetesa me ty I përdor shumë në shumë drejtime në marrëdhëniet aktuale. Por të jam mirënjohëse për të gjitha përpjekjet që bëre në mënyrën që martesa jonë të funksiononte, sepse 10 vjet martesë tregojnë që ti u përpoqe. Por të jam mirënjohëse për fëmijët që më dhe. Unë nuk do ta kisha kënaqësinë që më dhurojnë ata çdo ditë nëse ti nuk do të kishe qenë pjesë e jetës sime. Por të jam mirënjohëse për orët e gjata të punës me anë të cilave t'i siguroj të ardhurat e nevojshme për familjen tonë, ndërkohë që unë rria në shtëpi për të kujdesur për fëmijët. Kjo ishte një përgjegjësi e madhe të cilën ti e more përsipër, prandaj edhe unë të jam mirënjohëse. Duket si një marrëdhënie shumë e mirë dhe nuk e di se pse Rhonda Byrne mund të jetë ndar nga Poli, por le të kujtojmë edhe një herë që është thjesht një shembull. Ky mund të jetë rasti I secilit prej nesh. Mund të jetë një rast që ndoshta nuk ka të bëjë fare as me ty as me mua. Por ekzistojnë dhe pikërisht siç është një ndarje martese është shumë herë vështirë, më shumë e vështirë për t'u treguar mirënjohës, për ta gjetur atë forcën brenda teje për t'u treguar mirënjohës. Jam e sigurt që kur dëgjoni për këtë rast, për të gjitha marrëdhëniet e tjera që mund të keni, do ta keni shumë herë më të lehtë për të gjetur arsyet për të qenë mirënjohës. Pol të jam mirënjohëse për çastet e mrekullueshme që kalova me fëmijët, ndërkohë që ata ishin në rritje sipër, unë pata mundësinë të shija ata ndërsa hidhin hapat e parë e kur filluan të nxirrin fjalët e para, ndërsa ti nuk I shijove dot këto sepse duhet të ishe në punë. Pol, unë të jam mirënjohëse për mbështetjen që më dhe në një kohë shumë të vështirë për mua, atëherë kur më kishte përfshirë një pikëllim I thellë për humbjen e nënës sime. Pol, të jam mirënjohëse se ti bëre të pamundurën që të kujdeseshe për mua e për fëmijët gjatë kohës që isha e sëmurë. Ndoshta nuk ka pasur faj Poli. Pol, të jam mirënjohëse për të gjitha çastet e mrekullueshme që kaluam së bashku dhe ne përjetuam mjaft prej tyre. Pol, të jam mirënjohëse që ti vazhdon të jesh një baba I mrekullueshëm për fëmijët tanë. Pol, të jam mirënjohëse për mbështetjen që I jep fëmijëve tanë dhe për kohën që kalon me ta. Unë e di që për ty ata janë po aq të shenjtë sa që janë edhe për mua.
Veçanërisht në marrëdhëniet martesore, të cilat shkëputen, siç thash, është vërtet shumë e vështirë që të gjesh arsye ndoshta pse mund të jeni mirënjohës për ta, por kërkon një njeri shumë të fortë që të mundet të shohë përtej inatit dhe të gjej pikërisht ato gjërat që vërtet mundesh të jesh mirënjohës edhe për tjetrin. Dhe unë jam 100% e bindur që ti je personi i fortë në këtë mes. Ti je ajo që sheh përtej urrëties. Ti je ajo që sheh përtej dhimbjes. Ti je ajo që mundesh, që e ke forcën dhe guximin për të qenë mirënjohëse. Jam 100% e bindur për këtë. Kur të mbaroni së shkruani listën me 10 gjëra për të cilat jeni mirënjohës, jo vetëm që do të ndjeni më mirë e më të lehtësuar shpirtërisht ndaj personit tjetër, por edhe do ta shihni me sy tjetër marrëdhënien me të, sepse në thelb ndjenjat e urrëties e të pakënaqësisë lëndojnë në radhë të parë shpirtin tuaj. Çdo marrëdhënie është e ndryshme dhe nëse është nevoja, ju mund ta praktikoni këtë ushtrim magjik për shumë ditë me radhë, derisa të gjeni atë pikë kur ndjenjat e pakënaqësisë ndaj personit të caktuar të zhduken plotësisht. Mua në fakt më pëlqen shumë një shprehje që thotë unë nuk kam ndërmend që të sillem si personi tjetër, sepse secili në jetën e vet ka një lloj fletorje. Edhe këtë fletoren e mbush secili me gjërat që dëshiron. Pra, nëse kjo është fletoria ime, unë nuk dua ta mbush atë me urrëtie për një person të caktuar, qoftë edhe ky personi që veçanërisht kur ky person mund të jetë njeriu që unë e kam dashur më shumë se çdo njeri tjetër në një moment të caktuar të jetës time. Prandaj siguroni që fletoria juaj të jetë mbushur gjithmonë me mirënjohje për të gjithë njerëzit, jo vetëm për një person që ndoshta mund t'ju ketë mërzitur apo për një moment mund mos jeni duke shkuar mirë me të, duke e bërë këtë përmes një ushtrimi magjik që edhe ju sforcon ndoshta ose nuk e di që ju shtyn më tutje për të menduar. Dua që vërtet ta ndjeni mirënjohjen thellësisht dhe ta bëni pjesë të jetës tuaj dhe pikërisht për njerëzit e tjerë, t'jeni ju, t'jeni mirënjohës, t'jeni gjatë gjithë kohës. Dhe vetëm duke qenë kështu, do të mundet jo vetëm t'i ruani marrëdhëniet tuaja, ashtu siç kujdeseni për çantën tuaj të preferuar ose për rrobat tuaja më të bukura që i hekurosni, mbani me kujdes. Pikërisht konsideroni kështu edhe marrëdhëniet tuaja, mbushini ato me mirënjohje çdo ditë, në mënyrë që të mundet t'i ruani ato për sa më gjatë. Edhe fletoren tuaj mbusheni me mirënjohje në mënyrë që jo vetëm mirënjohje të sforcuar, po t'jetë mirënjohje e sinqertë, t'jetë një mirënjohje e përditshme. Nëse dëshironi që të përdorni forcën magjike të mirënjohjes për të përmirësuar një marrëdhënie aktuale, ju do të shihni se si ajo do të fillojë të ndryshojë të përmirësohet përpara syve tuaj. Imagjinoni se sa e mrekullueshme duhet jetë kjo kur thjesht një ditë të bukur, pasi ti ke treguar mirënjohjen tënde në qetësi, pa i folur me asnjë njeri, thjesht ti ke përcjell këtë energjinë pozitive të mirënjohjes gjatë gjithë kohës dhe krejt papritur vjen një ditë edhe të thotë ti shkëlqen, dukesh e mrekullueshme dhe krejt e ti e kupton dhe thua, ose po jep efekt mirënjohja që un kam shprehur ose po jep efekt mirënjohja që un kam shprehur sepse nuk kam mënyrë tjetër. Që një marrëdhënie të niset përmirësohet si me magji, mjafton që vetëm njëra nga palët ta praktikojë këtë ushtrim, por është pikërisht kjo palë që do të përfitojë prej forcës së mirënjohjes. Në fakt, kjo është vërtet shumë e mrekullueshme sepse na tregon nga ana tjetër që ne nuk kemi pse t'i mbushim mendjen të tjerëve që ne vlejmë, që ne jemi të mirë, që ne meritojmë vëmendjen. Ne mund të thjesht jemi mirënjohës ndaj tyre dhe ata vetë do ta kuptojnë për nga energjia që ne japim se ne vlejmë, ne e meritojmë çdo gjë. Nëse zgjidhni një marrëdhënie që i takon së shkuarës dhe personi tjetër nuk është më pjesë në jetën tuaj, përsëri rezultati do të jetë i njëjtë. Ju do të ndjeni shumë më të lehtësuar shpirtërisht, madje do të ndjeni të lumtur. Në qoftë se në të ardhmen një nga marrëdhëniet tuaja fillon të përkeqësohet, filloni ta praktikoni këtë ushtrim menjëherë. Kjo jo vetëm që do të parandalojë përkeqësimin e mëtejshëm të marrëdhënies, por edhe do të kundërveprojë e marrëdhënia juaj do të transformohet në një marrëdhënie magjike. Unë nuk e di, Flora, se sa mund t'i përgjigjej kjo
asaj ndjesisë tënde që ti kishe përpara se të zgjidhje numrin 15. Ndoshta në momentin kur ti zgjedh një numër, ti ulesh dhe shpreson për një teknik manifestimi ku thua të doja shumë që të më fliste pikërisht për suksesin, për famën, për shëndetin, për nuk e di, për çdo lloj gjëje që ju mund të keni dashur. Dhe unë shpresoj vërtet që 15-ta të ketë qenë pikërisht reflektim i dëshirës tënde më të thellë, sepse nëse nuk ka qenë, për çdo fushë të jetës ne kemi teknika manifestimit, të cilat jam e sigurt që do t'i zbulojmë në ditët në vijim, por jam vërtet shumë e lumtur që kishim zgjedhur pikërisht këtë numër për të lexuar kësaj radhe, sepse ndoshta thellësisht ka qenë një përgjigje për lutjen time, nëse mund ta quaj kështu, dhe Zoti nganjëherë vepron në mënyra të mrekullueshme. Mund t'i jap Florës të më thot mua lexo numrin 15, sepse ndoshta thellë jam unë ajo që kam nevojë që të lexoja numrin 15, por s'do më kishte vajtur mendja kurrë për të lexuar numrin 15. Flora, të falenderoj për këtë numër dhe faleminderit, unë shpresoj ta kesh shijuar dhe të ketë pëlqyer kjo teknik që ti ke zgjedhur përmes numrit. Të falenderoj vërtet shumë sepse më kujtoi diçka të mrekullueshme dhe mendoj se do të filloj ta përdor që sot. Është vërtet një moment kur kam vërtet shumë nevojë që të shpreh më shumë mirënjohje për të gjitha marrëdhëniet që un kam, në mënyrë që të mundem që disa prej tyre t'i ruaj po kaq të mira sa janë dhe disa të tjera të mundem t'i përmirësoj, sepse e kam vërtet shumë të nevojshme që të përmirësoj disa nga marrëdhëniet e mia. Jo më larg se sot shefi më urlëriti në zyrë dhe ishin të gjithë njerëzit duke parë dhe nuk u ndjeva as pak mirë, por unë tregohem shumë mirënjohëse. Po e them që tani ndaj kryeredaktorit tim që përpiqet që në çdo moment të jem unë më e mira me punën që unë bëj. Jam e sigurt që vetëm kjo është arsyeja, se ai kërkon që perfeksioni të vi pikërisht nga unë dhe ai pret asgjë më pak se perfeksioni nga unë dhe prandaj edhe më foli me një ton pak më të ashpër se normalisht. Jam thellësisht mirënjohëse. Më pëlqen ta bëj këtë gjë, më pëlqen kur e tregoj mirënjohjen time ose në lidhje me secilën nga temat. Jam përpjekur të tregoj pak nga vetja ime sepse dua vërtet që të mbetet aty në fund të ditës. Ju e dini shumë mirë që unë kështu e kam nisur dhe kështu do të vazhdoj, që përmes secila teknik të manifestimit unë do mundem që të sjell pak nga eksperjenca ime, sepse në fund të ditës kjo është eksperienca ime që po e ndaj me të gjithë ju dhe jam shumë e lumtur që mundemi të mësojmë të gjithë së bashku dhe të shprehim mirënjohjen të gjithë së bashku. Flora, të përshëndes edhe një herë dhe jam shumë e fat që kam njohur një njerëz si ty, edhe pse njihemi vetëm virtualisht. Jam thellësisht mirënjohëse për një person si ty. Shpresoj të jeni akoma edhe më shumë që të jem qindra herë më shumë mirënjohëse deri në fund të vitit. Ju ftoj që të komentoni numrin e radhës në mënyrë që të mundemi të lexojmë një tjetër teknik pikërisht nga libri Magjia dhe të mundemi të zbulojmë akoma më shumë se çfarë mund të bëjmë me pikërisht me mirënjohjen, me fjalën magjike që ju e dini tashmë, është faleminderit, dhe të shohim se çfarë mund të rregullojmë tjetër në jetën tonë pikërisht vetëm duke rregulluar mendimet tona dhe energjinë tonë, mënyrën se si ne shfaqemi tek njerëzit. Faleminderit që më ndoqët, shihemi në videon tjetër.